Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin. Çuditërisht ndonjëherë kur e mendon që sot do ta kesh pak ditën më të relaksuar dhe vipat shqiptar kanë ndarë mendjen që të qëndrojnë më të heshtur, më pa lëvizje, por pikërisht ajo ditë bëhet dita më e zjarrt dhe nuk din nga t'ja fillosh dhe ku të mbarosh. Gjesti natën e mbrëmshme ka qenë në Gjermani. Besoj që të gjithë jeni kureshtartë, shikoni disa nga momentet apo një moment të cilin unë e kam përzgjedhur si momentin më kyç. Ne shqiptarët historikisht kemi treguar dashurinë, mikpritjen, respektin ndaj personazhit që ne kemi në zemër, e duam shumë dhe respektojmë pafund. Dhe në këtë rast, edhe gjesti mbrëm nuk e imagjinonte dot që me kaq mikpritje, me kaq dashuri, me kaq respekt do ta presin në Gjermani. Salla në të cilën performonte gjesti apo ambienti në të cilën performonte ishte i stërmbushur me shqiptarë. Do të thënë shqiptarët nga gjithandej kishin udhëtuar që të ndëgjojnë gjestin, që të ndëgjojnë këngën e tij, që të dëgjojnë performancën e tij, që të dëgjojnë arritjen e tij. Ta shohin gjestin live, t'i bëjnë ati dhurata, t'i japin ati shumë dashuri dhe kjo gjë në fakt ndodhi. Unë kam siguruar një video me patjetër nga fansat e gjestit të cilët ishin mbrëm prezent në sallën ku gjesti performoi dhe këndoi, një moment shumë i bukur ku në fakt edhe gjesti është befasuar dhe është çuditur për këtë mikpritje fantastike që ja kanë bërë. Dhurata të ndryshme, do me thënë shqiptarët po i hiqnin nga duart e tyre unazat, vatët, varsat, vetëm t'ja japin gjestit dhe t'i bëjnë gjestit një surprizë shumë të bukur dhe gjesti po befasohej nga fakti se si me sa dashuri po priteshte ai në Gjermani mbrëm. Unë kam arritur të siguroj një video, ndiqni këtë video, të shikoni çfarë momenti bukur ka qenë dhe më pas, me patjetër që do ta komentojmë pak këtë momentin. Ndiqni videon. Olha pra ele, do mês, a beknona dhe një princeshë vishër prejnë E pra të nderuar miq, bëhet fjalë po për këtë video që ju ndoqët edhe tashmë po shikoni. Gjesti po merr dhurata të bukura, po merr dashuri, po merr mbështetje, në atë mbështetje që në fakt e ka imagjinuar dhe ka ndëruar gjithmonë. Fansat të zjarrt mundohen që ta respektojnë gjestin në mënyrën më të mirë të mundshme. Do me thënë i kanë bërë një mikpritje që dhe gjestin e ka lënë krejtësisht pa fjalë, e ka shokuar krejtësisht kjo mikpritje dashur e të gjithë shqiptarëve mbrëm në Gjermani, duke i dhuruar unaza. Ju e pat që gjesti mori 2 unaza dhe një vajzë mrekullueshme, një bukuroshe aty poshtë skenës dëshironte t'i jep edhe vath gjestit. Do me thënë, dashuria për gjestin nuk bie kur, edhe pse kemi hamencime, kemi lajme të ndryshme, kemi konkluzione të ndryshme, analiza të ndryshme, që fenomeni gjesti është në rënje, që followersat e tij po bien në tokë, që gjesti nuk merr më atë vëmendje, mos transparenca e tij po krijon një lloj urrëtie dhe një inati, por jo, gjesti qëndron në shënjestër, qëndron në qendër të vëmendjes. Të gjithë shqiptarët nga kudo që janë, të paktën në koncertin ku gjesti është i prenotuar në datën, për shembull konkretisht data e mbrëmshme, mundohen që ta respektojnë dhe duan ta ndjekin, duan të kuptojnë nga gjesti më të fundit, më të rejat dhe çfarë po ndodh me të. Gjesti është shumë i shokuar, është shumë i befasuar dhe realisht edhe në video ju arritët ta kuptoni që gjesti akoma nuk e beson dot që fama e tij ka arritur të merr këtë popularitet kaq të madh edhe do me thënë është të shndruar në një personazh shumë të veçantë për shqiptarët, në një njeri që u ahan zemrën, u adon shpirtin dhe për këtë gjë shqiptarët e vlerësojnë gjestin, sepse gjesti është
Gjesti. Vetëm ngjitja në skenë e Gjestit ta kënaq shpirtin. Ajo energjia e bukur, ai pozitiviteti i bukur, ai çuni që do me thënë lufton vetëm e vetëm për famën, një mbrëmje që le të themi propozuan gocat edhe martesë Gjestit mbrëm, se t'i japësh një unas një djalit, është një propozim martese. Në live-in tim në TikTok që para bëj live në njëherë kështu për Gjestin të kanali jon, e kam thënë që gocat, shumica e gocave kështu e shajmë, por ne zakonisht i shajmë atë rrushin që se kapim dot. Dhe në këtë rast, gocat e kanë xhan Gjestin, e duan shumë, dhe ndoshta e shajmë për faktin sepse nuk e kapin dot. Do me thënë, unaza mbrëm Gjesti mori 2. Tani, ai e tha edhe në një pjesë që po unë jam i martuar me Eglin, e tha, ekziston kjo videoja në TikTok. Nëse Egli mërzitet, qa do thot Egli? Dhe pastaj u këndua kënga princeshme, patjetër që Egli nuk mërzitet, Egli e mirë kupton Gjestin për këtë drejtimi ku Gjesti merr unazën edhe i propozojnë martesën në gisht. Në me thënë kjo është martes tani dhe plusja ka vënë unazën në gishtin e martesës. Gjesti na u martua mbrëm në Gjermani, është shaka. Le të trashëgohet kjo goca që është martuar, sepse të paktën unazën ja ka vënë, do të thënë ka arritur një qëllim të jetës së saj. Gjithsesi Gjesti na dha shumë dashuri. Gjesti për herë të parë mbrëm në koncert ka përmendur dhe emrin e Eglit, për herë të parë mbrëm në koncert ka sjellur pranë publikut Eglin, emrin e saj. Në fakt është pritur me shumë broritje, është pritur me shumë dashuri. Shqiptarët mezi prisnin që Gjesti të bënte këtë lëvizjen skenike që të përmende dhe Eglin, do me thënë, po shkojmë drejt të mirës, do të shojmë gjëra të bukura nga Gjesti. Gjesti e tha që do të kemë dhe një bashkëpunim, dhe dihet me këtë do t'jetë bashkëpunimi, me loçkën e shpirtit të tij, me Eglin. Sa bukur, mua më pëlqen në fakt kur flas për dashurinë, ndoshta jam edhe kështu shpirtrisht, jam melankolike dhe i përjetoj këto gjëra, dhe unë e përjetoj këtë momentin sikur të isha unë vetë Gjestja tani që po e komentoj. Do me thënë, gjithçka e bukur, çdo gjë në nivel, Gjesti mori unazat, Gjesti u martua dhe në Gjermani, u martua dhe në Shqipëri, lum dora e Gjestit sa unaza ka marrë, ishin në gjendje të japin dhe vadh, do me thënë të gjithë shqiptarët mbrëm u tërbuan në koncertin e Gjestit, ka pas atmosferë, ka pas adrenalin, ka pas energji, ka pas pozitivitet, Gjesti me gjestet e tia ka bo gjeste pa fund, euforia dukeshte krahasuar nga koncertet në Austri. Koncerti në Gjermani ka qenë më me dinamik të fortë, ka qenë bombastik, dhe të gjithë dëshironin që të afrohen pranë Gjestit dhe të përjetoj një moment të bukur me Gjestin. Dua të marr mendimin tuaj për këtë gjë kaq të bukur.